nuk është e domosdoshme që një qeveri të vazhdoj me ministrat e njëjtë. Kabinet, domosdoshmë është votuar, është mbështetur nga të gjithë anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Janë disa emra që nuk janë propozuar të jenë pjesë e kabinetit të qeverisë Glauko Njuca. Pse ka ndodhur kjo? Që disa prej ministrave tanishëm nuk janë propozuar me të qenë pjesë e qeverisë Glauko Njuca. Normalisht që përcaktimi për qeverinë, përcaktimi për ministrat bëhet në forumet të veçanta brenda Lëvizjes Vetëvendosje, më saktësisht Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes bashkë me kryetarin e Lëvizjes përcaktohen për ministrat e ardhshëm dhe nuk është e domosdoshme që një qeveri të vazhdoj me ministrat e njëjtë. Shpesh edhe gjithmonë realisht në çdo vend kemi këtë praktikë, pra që kur bëhet një qeveri e re, kemi edhe ministra të rinj që rifreskojnë në kuptimin e përgjithshëm punën e qeverisë, mirë po edhe kemi edhe ndryshim në aspektin e dikasterëve qeveritare. Kjo ka bërë që normalisht që të përcaktohet edhe kryeministri Kurti. A keni informata pse Arbrien Agasi dhe Hysén Dyrmishi nuk janë pjesë e qeverisë ardhshme prej këtyre bisedimeve? A mundni me ndarë ai Armenia jo? Unë nuk kam të informat të sakt për pse nuk janë. Unë kam informat që ky kabinet domosdoshmë është votuar, është mbështetur nga të gjithë anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje dhe gjithë ata që janë propozuar apo ata që nuk janë propozuar dhe që kanë qenë në të kaluarën janë të njoftuar dhe janë të pajtuar me këtë përbërje të qeverisë. Qysh e ke pa ti Besnik Bislimin si propozim që prej zëvendës kryeministrit më dërguan Ministrinë e Infrastrukturës? Unë besoj që kjo është një vlerësim dhe një analizë që është bërë në strukturat udhëheqëse të lëvizjes, në kryesinë e lëvizjes, dhe mendoj që është përcaktuar njeriu që kam vlerësuar që duhet të jetë në atë dikaster.